Drejtuesi politik I Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj ka zhvilluar një mbledhje pune me strukturat e Partisë Demokratike Dega Vlorë dhe kandidatëve për deputet. Kjo mbledhje pune kishte në fokus mbarvajtjen dhe ecurinë organizative të fushatës, ku me strukturave të Partisë Demokratike Vlorë, antarëve të kryesisë dhe kandidatëve për deputet, bashkëpunimi do të jetë rigoroz, I drejtë dhe I pandar gjatë gjithë fushatës. Këto 46 ditë janë ditët më të rëndësishme të këtyre 34 viteve demokraci, për ndryshimin e madh që po I paraprin Shqipërisë dhe Vlorës në 11 maj, tha Leskaj. Gjithashtu, Leskaj ka zhvilluar takime edhe në Imar, ku ishin të pranishëm edhe kryetaria e Partisë Demokratike të Imarës, Thëllëza Kokaveshi, ish kryetaria Fovida Dhimojani, Gëzim Zilja dhe Hamdi Bariami. Ky ishte një takim pune me strukturat e Partisë Demokratike, njësia administrative Hor Vranisht, Kuç Bolen Kallarat Tërbaç. Fokusi I këtij takimi ishte rivitalizimi I strukturave partijake për fushatën zgjedhore dhe mëtej. Leskaj u zotua se projektet që dëmtojnë të gjithë krajinën do të anullohen me fitoren e Partisë Demokratike, sikurse I falenderova për përpjekjet e pareshtura për zgjerimin e strukturave partijake. Ristrukturimi në këtë zonë shton optimizimin për fitoren e 11 majit.